10.000 njerëz, 10.000 nxënësa, studenta nga barë bota, edhe kam pasur një urit edhe ndoshta kushtet shumë ma mirë se sa ne. Ti dole fitues, apo jo? Po, ajo Kosova nuk është vetëm një shtet i njerëzve fatkeqësisht pa edukuar shkaku i sistemit Jugoslav, po ka mendje të shëndryshme sone si bashkëmoshatarët e mi. Këto gara internacionale kanë qenë bajagit vështira, se une nuk jam ballafatshun domosdoshmërisht me disa garat matematikës komunale dhe lemon barë kombëtare. Kam lexu edhe jam mundu ndoshta jo në atë masën sa kom pas unë dëshirë, se obligimet e shkollës, obligimet në familje, por kur i kam marrë rezultatet e para që kam kalu fazën e parë, ishte i gazmum. Isha shumë i kënaqur. Edhe i thash vetit, jam i përmbushur. Jo diçka që, le të themi, krejt Kosova ta di, po diçka që rezonon zemrën time, si në arritje e vogël. Prej 200 vetave që janë regjistruar në drejtimin e matematikës, vetëm 10 kanë kalu. Kemi shkëmbyer idet, kemi shkëmbyer njohuritë, kemi qenë bashkëmoshatar, kemi qenë edhe të moshave të ndryshme. E falenderoj përzemërsisht edhe profesoreshën Qefsere Barko, që na ka ndihmuar në çdo sfidë lidhje me detyrat që i kemi pasur pa njohur. Du me falenderu edhe për këtë arritje, normalisht edhe prindrit e mi që më kanë japur përkraje maksimale, se çdo person që më ka ndihmuar në këtë sfidë mendoj që ka meritat e veta. Mësuesja ime Tyrkane Asani, profesoresha e matematikës, profesoresha Valbona Kelmendi Breznica, edhe normalisht drejtoreshës sime që më ka tregu shka, provoje, edhe më ka motivu nga pak. Shkolla jonë ka qenë e gazmum atere kur kom zbulu që kam fituar medaljen. Edhe jam kualifikuar për gara ndërkombëtare. Si vesh, do me thënë, çështjen e medaljes, si të erdhi, a e presje? Jo, absolutisht nuk e presja se, si ta them, atere kur e kemi bona testin, kanë qenë mbi 10.000 njerëz, 10.000 nxënësa, studenta nga barë bota, edhe kam pasur një urit edhe ndoshta kushtet shumë ma mirë se sa ne. Por, kur mësova që kam qenë pjesë 2.000 të kualifikumve nga e tanë bota, Do me thënë, në këtë garë ishin 2.000 vetë, 2.000 vetë. Dhe që ti dole fitues, apo jo? Po, në barë Kosovën kemi qenë shumë e shumë vetë, nuk e di numrin e sakt, veç e di që kanë qenë mbi 10, por fatmirësisht prej komunës sonë, unë edhe disa të tjerë, se komuna jonë ka dalë jashtëzakonisht e shkëlqyeshme në këto. Do me thënë ndër më të mirat, apo? Ndër më të mirat. Edhe mëj me pas gabim, po nëse përpjesojnë nxënësi për banor kilometër katror, ta zonë Mitrovica ka dikon 75.000 banor, nxënës krejt që kanë kualifiku kanë qenë 5-6. Pra, me pas atë nivel të suksesit ka qenë e jashtëzakonshme për komunën tonë, edhe jam jashtëzakonisht falenderus ndaj gjithëve që më kanë ndihmuar këtë rrugtim. Sa do e vogël, sa do e madhe që ka qenë. Kam qenë i kualifikuar edhe me përfasu shtetin tim, komunën, shkollën, shtetin, madje në skenën ndërkombëtare dhe nashta pak me vu pa shtetin tonë, le të shkrejt bota, ajo Kosova nuk është vetëm një shtet i njerëzve fatkeqësisht pa edukuar shkaku i sistemit Jugoslav, po ka mendje të shëndryshme sone si bashkëmoshatarët e mi. Fatkeqësisht kom kërku ndihmë te qeveria qendrore, te qeveria të ekzekutivit qendror, po fatkeqësisht nuk më kam përkrahur. Okej, do me thënë, çfarë kërkoje ti nëse mund të na listosh pak? Gara edhe për me shku në Barcelonë, në këtë rasteme është funksionon edhe si organizat që nevojitën parat për mi vazhdu këto gjana, se është ndërkombëtar, edhe ka kërku një shumë bajagit madhe të parave, edhe fatkeqësisht familja ime nuk ka mujt ato parat mi bo në një kohë adekuate. Edhe kena kërku ministrin masht, edhe në disa ministri tjera, por fatkeqësisht nuk na kanë përkrahur. Cili ishte arsyetimi i tyre? Nuk kanë mjetet apo çfarë? Nuk kanë mjete, kjo nuk përputhet me qa dijone, se nuk i di shumë mirë sistemet, po kjo nuk përputhet me administratën tonë,
na nuk i kemi fondet Domethënë adekuate. është nga njëra ministri u barqin tek tjetra, apo jo? Po, realisht. Unë e di për fakt se ka qenë edhe zgjedhjet, ka qenë pasiguria politike, edhe normalisht nuk ka qenë, qysh me thonë, dykom të në krejt ministrit, se ka qenë zgjedhjet. Kam pasur, nuk e di arsye, po apet kam qenë jashtëzakonisht i dëshmuar që nuk e kom fitu rastin. Kom mundu, normalisht edhe ndëka, edhe te kryetari joni nderuar zotëri Bedri Hamza, por më ka tregu se aje një familjen tonë tash e sa kohë, edhe ka thonë me knatësin më të madhe e kisha bu këta për nxans, me që për para, po problemet me mashtin, problemet me qeverin, me ekzekutivin qendror nuk na lejun. Nuk na lejun, edhe më ka thonë një shumë të vërtet sa që besëm që kam qenë i dëshmuar ndoshta tër javën. Fatkeqësi normalisht, por çfarë më boj? Garat pastaj u mbajtën në Barcelona, Po. po jo dhe ti nuk mund të shkoje. Jo nuk ju mbajt, po do të mbahen. Po, por që Ka përfunduar periudha e regjistrimit. e regjistrimit. Po, normalisht. Besoj që krejt këto arritjet mund ta përmbledh edhe në fjalë, mos me zgjatë shumë intervistën, mos me qenë krejt figurat me më shqetësu mu, ka qenë arritje e të parëve tonë, arritje e njerëzve, dëshmorëve, të herojve të kombit, invalidëve, plagosën e kombit, ushtarë të lirisë, ushtarë të UÇK-s, siç ka qenë edhe gjyshi Mustaf Shyti, që ma mundësuan këtë arritje.